Zyriftar, si e shpjegon që asë Rama e shkarkon, asë nuk po jep dorëheqjen Balluku, ndërkohë që çështja po hetohet aty, dhe kjo është numri 2 i qeverisë, është në zyrë. Apo jeta vazhdon dhe prezumohet e pafajshme dhe derisa të ketë një vendim të formës prerë. Dakord, ajo mund dhe duhet të prezumohet e pafajshme. Problemi është cili është qëndrimi moral, politik, qëndrimi moral i saj dhe qëndrimi politik i partisë që ajo përfaqëson, si që është Partia Socialiste, e cila her pas here, kryetari i Partisë Socialiste thotë se Partia Socialiste nuk është avokat i çështjeve personale të pandeurit, duhet marrin avokat tjetër, jo Partinë Socialiste. Partia Socialiste mban qëndrimin e saj ndaj luftës ndaj korrupsionit menjëherë sapo s'pak u ngre një akuzë dhe nuk funksionon me një standard të dyfisht. Është pak situatë absurde, edhe për faktin se nga përgjimet që kanë dalë, duket se zonja Balluku ka shkelur edhe etikën e komunikimit me shefin e saj, me bashkëpunëtorin e saj, duke përdorur fjalë që nuk janë të denja as për një komunikim normal midis kolegësh, edhe jo më midis... Ti mendon që këtu është një çështje etike, nuk është një çështje penale? Jo, është çështje penale, po them që është situata absurde duke ditur se si do bashkëpunojnë ata të dy, duke marrë në konsiderat etiketimet që ajo i ka bërë, që unë për vete e kam të vështirë t'i përmend këtu, në mënyrën se si ajo i ka përmendur. Pra, jo vetëm penale, por edhe etike e shoh gati të pamundur mënyrën e bashkëpunimit të saj me zotin Rama. Mendoj që është çështje orësh ose ditësh që zoti Rama do ta shkarkojë. Pse je kaq i bindur kur sot don 10 ditë, fiks 10 ditë nga momenti që ajo është marrë e pandehur, ata sot ishin bashkë në një aktivitet të OSHE-s, krah për krah para gjithë kamerave të shqiptarëve. Dhe Lali bashkë ishte me Ramën, ishte në qytet studenti para arrestimit. Po. Dhe Lali kështu ishte. Po ta kujtosh? Unë mendoj që Kam përshtypjen se ishte vetëm para. Jo, ishte me Ramën. Shiko, proceduralisht, SPAK-u është i detyruar të shkojë në GKKO për një masë sigurie. Dhe ne do të shohim se çfarë masë sigurie do kërkojë prokuria e posaçme në gjykatën e posaçme për zonjën Balluku, sepse nuk mund ta mbajë të pandehur pa një masë sigurie në pafundësi. Do të jetë në parlament pas e mbrapa. Po jo, si jurist, mund të tetohet në gjendje të lirë, mund të tetohet në pa dhënë dorëheqjen, të vazhdojë duke qenë në detyrë. Unë kam qenë dhe jam gjithmonë kundër masave represive. Këtë e kam në mënyrë. Nuk tash për masë represive. Jo, e kam masat e sigurimit personal që ekzekutohen nga gjykatat shqiptare janë në shkelje flagrante të drejtave të njerëzit. E kam thënë për të gjithë, e them për zotin Meta, e them për Erion Velien, do ta them edhe për zonjën Balluku, për analogji. Edhe kur prishin provat? Prit të dalë aty. Tani ka një problem shumë të madh kjo histori. Në qoftë se SPAK-u ka shkuar në gjykatën e apelit në momentin e masës së sigurimit personal për zotin Erion Velien dhe ka thënë, neve kërkojmë që ky njeri të rrijë në burg, sepse ky ka pushtet duke qenë kryetar bashkie dhe mund të ka pushtetin që ai ka, i prish provat, intimidon gjithkënd aty. Tani unë po bëj të kundërtën. Në qoftë se pas ka pasur pushtet Erion Velien si kryetar bashkie, e imagjinoni do se çfarë pushteti ka Belinda Balluku, numri 2 i shtetit shqiptar? Pra nuk kërcet kjo historia e SPAK-ut. Tani, ose SPAK-u është zhburruar, edhe ishte bërë shumë burr me Erion Velien, ose ka gabuar atëherë dhe tani po vendos ca le të themi të mesme të përbashkët në raport me ligjin procedurial. Tani unë nuk po merrem me zonjën Balluku në tërësinë e vet, por po merrem me procedurën, sepse është hera e parë që SPAK-u heton një procedurë. Nuk ka ndodhur asnjëherë më përpara. SPAK-u nuk është marrë as edhe një herë me procedurën e incenerimit dhe me inceneratorët nuk është marrë me procedurën se si ndodhi incenerimi, si ndodhi, si erdhi, si u bë. As edhe një herë vetme. Është hera e parë. Bën hetim pasuror i të akuzuarve. Nuk është bërë. Tani këtu po merret me procedurën dhe ajo që unë parashikoj, duke pasur edhe informacione sadopak të infiltruara, që pas procedurës do kalohet te hetimi pasuror te zonja Balluku. Sepse këtu, ashtu sikur do thoshte Ben Ahmeta në intervistën e tij, është realisht nga ana juridike po flas, një vepër e pastër korruptive nga A-ja te Z-ja. Përse Baba Rama? Sepse këtu tenderimi është bërë në atë lloj mënyre që është rritur me 50 milionë euro dhe askush nuk jep dot një informacion se pse u rrit
kjo është shumë nga 120 në 190, sa kundër ishte fondi limit, dhe pastaj e bëri njëti person që e kishte dhënë ofertën me 120. Si është e mundur që kompania turke raporton 24 milion euro fitim dhe nuk raporton që ka sjell qoftë dhe një makinerit vetme në Shqipëri? Si është e mundur që s'ka sjell një burim njerëzor, s'ka ardhur nga Turqia këtu? Si është e mundur që me ligjin shqiptar të prokurimit publik nuk lejohet që ti t'i japësh me nën-kontraktim 100% të veprës për cilën do realizohet? Më e shumta mund t'japë 49 dhe 51% e mban ai që ka fituar tenderin, kurse këtu është dhënë gjithë vepra. Më kupton? Si është e mundur që në projektin fillestar që është bërë dhe që ekziston akoma, në 190 milion euro ka qenë dhe 2 ura lidhse panoramike në hyrje dhe në dalje, të cilat nuk ekzistojnë fare, ndërkohë që ja marr parat për to, sepse është disbursuar fondi. Si projekti kishte edhe ura, janë në lekë dhe për ura. Janë akoma. Po ta hapësh projektin, në hyrje të tunelit dhe në dalje të tunelit janë 2 ura panoramike të varura, që do ndërtoheshin. Këto ura nuk janë ndërtuar fare, ndërkohë që fondet janë marrë, se janë disbursuar fondet. Edhe për këto dyja. Qa është bërë mbushur aty me çakull? Po ta kesh parasysh ti kur del për të shkuar në palas, aty thjesht nuk është bërë ura panoramike, po është mbushur dhera dhe është bërë një si tip prite e madhe. Skarpati. Skarpati, kjo është ideja. Pra dhe kjo, si është e mundur që tek tendri mbikëqyrjes, ti ke filluar, buxheti i shtetit ka filluar që në nëntor të 2021 të japin para, të disbursoj para. Ndërkohë që tendri mbikëqyrjes është bërë në prill, pas 5-6 muajsh, ti nuk mund të bësh të çosh në thesarin e shtetit, as edhe një cop letër, pra faturë tatimore që të marrësh para, pa pasur kundra firmën e mbikëqyrësit punimeve, që të rezultoj që ti i ke bërë këto punime. Ndërkohë që këta ka marrë kompania turke 3 apo 4 fatura, ndërkohë që s'ishte bërë mbikëqyrja fare. Dhe pastaj, leri ato, po të them unë, përgjimet që dilte ai i International Hills që thoshte, o Ervis, nuk po bëjmë një vrim aty, po është tunel, se duhet futur, midis betonit duhet futur dhe çeliku. Dhe për ta Pra mbikëqyrësi janë kohë ndërtuesit. Janë kohë ndërtuesit dhe i thoshte, o zotri, kam çuar një njeri ka parë dhe në tunel po i hedhin vetëm çimento dhe nuk po i fusin hekur. Nuk po bëjmë një vrim, po bëjmë një tunel për të kaluar makinat aty. Kjo është për të kapur kokën me dorë, burr. Këta e ka spaku. Të gjithë këtë. Si është e mundur, unë sot e kam parë dje, sot e parë dje dhe nuk kam arritur do ta deshifroj, këtu nuk ditë ta them, nuk ka një akt kolaudimi mo. Si mundet të kalosh ti në pra tunel, pa një akt kolaudimi, se bëhet akti kolaudimi, pastaj dorëzohet vepra. Nuk ka akt kolaudimi. Kur prokurorët e spakut i kanë shkuar Ervis Berberi, kanë shkuar, e kanë thirrë, në kohën kur ai ishte akoma në ishte në burg, e kanë fjalën, ku është akti kolaudimit të tunelit? Fillimisht Ervis Berberi ka thënë që shikom, e ka marrë një kompani greke, po cila filan. E ka ajo punëtor, Nardin, Babaramon, Muçin, këta kanë shkuar e kanë kontrolluar Timsin dhe ka rezultuar që këta inxhinierët grek s'kishin hyrë kur ndonjëherë në Shqipëri. Po mirë, me inteligjencë artificiale bëhet fotografia, çohet aty. Çohet me email, po. Dhe e fundit fare atë që thoni për këtë tuneli. Atë që kishte merak ti dhe që e thash dhe herën e kaluar. Ti nuk bën dot një gardh në Republikën e Shqipërisë dhe të vinë ai tatimori ose ai polici zonës aty. Kurse këtu AZT-ja e ka zbardhur lejen e ndërtimit, në 28 maj 2025. Vepra ka filluar në 2021, AZT-ja e ka zbardhur lejen e ndërtimit në 28 maj 2025. Pra, don 4 vjet është punuar pa lejen e ndërtimit aty. Po ç'se di unë tani, se unë nuk do shkoj në prokurori për shkak të kësaj fjale. Unë po them që leja e ndërtimit është zbardhur në 28 maj 2025. Është firmosur nga AZT-ja. Tani më thoni ju e mua, në qoftë se këtu ekziston në Republikën e Shqipërisë, që ti të bësh një punim, ose do ta bësh pa leje, ose do duhet të të zbardhet leja dhe pastaj të fillosh punim. Tani fole si jurist, tani kemi pedagogun e konstruksionit. Mund të bëhet tuneli pa hekura mes çimentos apo si dani se mund të ketë teknologjia, mund të ketë avancuar shumë. Sigurisht që jo, padyshim që jo, unë habitem në radhë parë që dëgjoj. Është emaili i CEOs se mund të ndërtohet, si thua, struktura e betonit pa armim, domethënë kjo është edhe sikur shkëmbi aty të ishte një shkëmb super i qëndrueshëm, prapë gëlqeror janë ato, kështu që nuk as diskutohet fare që ka nevojë për armim, domethënë. Megjithatë, me gjithë këto shkelje që po dëgjojmë, si më thënë këtu, është për të vënë duar në kokës për mos kaluar kurrë andej,
sepse ke kokën në rrezik, si thuash. Po për te gjithë këtyre aspekteve teknike që SPAK-u sigurisht duhet të shkojë deri në fund. Unë do të them që me sa e kuptoj unë situatën, që nga vendimi i gjykatës kushtetuese për të anuluar vendimin, dekretin le themi të presidentit, unë shoh një qasje nga kryeministri i vendit për të normalizuar një situatë që është teta normale. Pra, ai bën thirrje që Erion Velia tashmë duhet të lirohet, sepse qyteti ka nevojë për Erion Velia. Pikërisht do të pyesja Don, a mos përpiqet Don që ti hedhi si portokalle dhe ballukun dhe Velia Don që ti mbaj të dy të kënaqur. Ati i thot Don që ti do të kthehesh në zyrë, do lirohesh, kësa i thot ti vazhdo puno, dalim të dy bashkë në televizor. Për këtë s'ka pasur asnjë reagim fare sa i përket numrit 2 të shtetit që akuzohet e marrë pandehur pra për një mega aferë korruptive. Edi Rama nuk ka mbajtur absolutisht asnjë qendrim zyrtar. Qoftë edhe nuk e di. Dhe po përpiqet të them të normalizojë një situatë që është absurde, sepse pas nesër të mërkurën pritet që Belinda Balloku të vinë në komisionin ku jam dhe unë, komisionin e infrastrukturës, dhe të si thua të paraqes projekt buxhetin e vitit 2026. Një njeri që është një hetim për vjedhje. Që është absurde situata, nuk mund të normalizohet një gjë e tillë. Dhe aq më tepër kur Partia Socialiste, edhe kur erdhi për të dëshmuar zoti Dumani në kuvend, flamurin që e tund gjithmonë ka që ne e bëm reformën në drejtësi. Atëherë si mundet që këta që mbështesin kaq fort reformën në drejtësi, nuk vendosin një kriter minimal që një zyrtar që është i marrë i pandehur nga prokuroria të jap dorëheqjen dhe t'i hap rrugën drejtësisë, të hetoj sipas standardeve dhe nëse është i pafajshëm, të shpallet i pafajshëm të rikthehet në detyrë. Ky është kriter minimal. Nëse je bashkëpunëtor i drejtësisë, atëherë jep dorëheqjen nga posti që ke, nga kjo si thonë më, e kuvendit. Si deputete apo si zëvendës kryeministre? Pra që ka imuniteti, se s'më vite. Jep dorëheqjen nga imuniteti, hapi rrugën drejtësisë të bëjë hetimet e veta dhe nëse je e pafajshme, riktheu në detyrë. Tani unë do të vazhdoj të të pyes si pedagog të ndërtimit. Tani opozita thot Don që këto janë rrugë të florinta, Don kostu e kilometrit linear të rrugëve është 20 milion, ka dhe raste 25. Tani Don ndoshta me inflacionin, me rritjen e kostos së lëndëve të para, uljen e euros, zhvlerësimin e euros dhe dollarit në të kohë, ti si specialist, si shikon sa janë në tregjet rajonale dhe globale, kostot e ndërtimit të punëve publike, të punëve botore, të urave, rrugëve, autostradave, tuneleve. Sigurisht që është 10 fish më shumë të paktën, po nuk ka nevojë me qenë specialist. 10 fish më shumë në Shqipëri apo 10 fish më shumë andej? Në Shqipëri pra janë kosto të pas skandal ta duke kursyer. Janë kosto që nuk mund të justifikohen në asnjë mënyrë fare. Edhe sikur të ndërtoheshin ato veprat e artit që quhen këto urat panoramike me radhë, prapse nuk mund të justifikohen, po këtu nuk ka nevojë me qenë specialist. Mjafton një qytetar i thjesht të kalojë te kjo rruga Thuman Kashar, ku tabela thot mund të ecet me 130 km/h dhe nëpër këto, si thua, aty në momentin ka ura, te fugat e urave, domethënë, ka një goditje të makinës që të shkatron amortizatorët. Me një shofer i thjesht e kupton që aty është vjedhur deri aty ku s'mban më ujë pilavi, si thua. Dhe vetëm një arsye pse mbase nuk dinë më Don ti bashkojnë masa, pse do po si ti bashkojnë. S'është problemi inxhinierisë, e ka zgjidh bota para 100 vjetësh atë punë. Kështu që është thjesht me qëllim që të jepet me koncesion dhe koncesionari pastaj të fut lekët në xhep, domethënë. Dhe një gjë e fundit dua të them, sa i përket edhe rolit të SPAK-ut, mos harrojmë faktin që rasti Balluku është i pari rast që jeton nga SPAK-u që implikon dashur pa dashur Edi Ramën. Se për shembull, po të marrim rastin e Erion Veliajt, figura kryesore aty për akuzat që janë ngritur, është vetë Erion Veliaj, domethënë, për pasurimin e me radhë. Në rastin konkret, për
anulimin e një tenderi, futjen në lojë të një tenderi tjetër, një kompani tjetër. Po sepse se kanë hetuar në njëri në Velien, as për teatrin, as për inceneratorët, as për 5 majin, as për... Pra, 5 majin e kanë futur. For ama Balluku po hetohet për një çështje që drejt për së drejti do apo s'do, do ta pyesin, po Edi Rama nuk ishte ndjenin të kësaj gjëje, dhe Balluku ka shumë më tepër arsye për t'u bërë bashkëpunëtor e drejtësisë, për të hequr përgjegjësi nga vetja dhe për të implikuar Edi Ramën. Kështu që ngelet për t'u parë, sidomos ky rast, si thua, se sa lart do të shkojë le të themi. Vetë fakti që është numri 2 i shtetit, Belinda Balluku, është sigurisht shumë i rëndësishëm. babo, ajo emaili, se do ta themi 100 herë këtë që të binde njerëzit. Emaili që i çon CEO i International Hills, Erviz Berberi, që i thotë ore ka dhënë duart në kokë. Do i hithni jo për vetëm beton, por edhe çelik brenda atij, se nuk po bëjmë një vrim, po bëjmë një tunel, është ke thënë gjithçka për të kuptuar se çfarë afere kemi të bëjmë. Por nuk ke nevojë fare, nuk duhet ta dia zonja Balluku në këtë mes apo zoti Rama apo cili do. Këta kanë bërë një vepër e cila më e pakta nuk ka kolaudim. Dhe unë nuk e di si qytetar në rast se është apo nuk është e rrezikshme ajo vepër. Po a mendsojmë, këta kanë bërë një vepër, teorikisht unë po flas, jo me leje ndërtimi. Thonë, është dënë leja me kusht, po dhe leja me kusht presupozon që ti duhet ta japësh një herë, ta zbardhësh si leje dhe pastaj fillosh punimet. Këta kanë dhënë para nga buxheti i shtetit të deklaruar që në dhjetor, në nëntor, dhjetor 2021, kur mbikëqyrja është bërë në prill të 2022-shit, 5-6 muaj më vonë. Ndërkohë që e dim shumë mirë që bën një faturë tatimore që ja çon thesarit shtetit për të marrë parat dhe duhet me patjetër që kjo faturë të ketë dhe firmën e mbikëqyrësit punimeve që ti këto puni ke bërë në terren atje. Po mbikëqyrësi që pra i Walter Bega. Po ka dalë në prill ai. Ka i mini lekët në torë, 6 muaj para. Po si ka livruar thesari pa firmën e... Të po flas dhe unë dhe tani. Se për çfarë po flas tani? Qartë. Kreshnik, si e shikon politikisht këtë simbioz të Ramës me Ballukun? As jep dorëheqjen, as e shkarkon, mos është i shantazhueshëm në rastin Balluku dhe krejt ndryshe si në rastin Veliaj apo Ahmetaj apo Tahiri, domethënë se gjithë ta donë që shpalleshin numër 2 këta kishin fatin e Kadriazbiut. Po mendoj që çdo lloj rasti bashkëpunëtori dhe sidomos zëvendës kryeministri, padyshim që implikon dhe kryeministrin në çdo lloj skandali, përgjimi, hetimi etj. Dhe automatikisht që kryeministri do luftoj fort për të provuar të kundërtën, ose do shpresoj që të ketë një pafajësi apo pushim të çështjes mos kalim për gjykim. Tani, unë e di që shumë kush i bën thirrje moralit, që do të thotë moralisht duhet t'japi dorëheqje. Padyshim që moralisht, nëse do të diskutojmë, unë i pari do të thoja që çdo zyrtar i cili hetohet për një çështje penale duhet t'japi dorëheqje. Por a është ky standardi politik që është vendosur në Shqipëri? Jo. Standardi politik është e kundërt e kësaj që është vendosur në Shqipëri. Dhe për ata që na ndjekin, do t'i thoja që është ky standard për mosdhënien dorëheqje mbi parimin e prezumimit të pafajësisë, të cilën vazhdon në detyrë Sali Berisha. Dhe shumë mirë, i përgjigjet drejtësisë çdo ditë hënë shkon në prokurori, po shkon ditë marrë dhe shkon në parlament, vazhdon detyrën. Po Berisha firmos vetëm atë rrogën e deputetit. I lirë gabimi rënë, mos e përsëri. Kreshnik, ule gishtin, Kreshnik, atë gishtin ule, Kreshnik, ule. Ule se fute në një vend tjetër, po ha? Po. I lirë, tani. Po, të dëgjoj. Sigur s'është... Po pra etike do, dhe ajo gishti do, vazhdo të dëgjoj. Po bëra nga distanca, se. Po. Berisha është ligjvënës dhe vendimarrjet që merr një deputet janë të nivelit më të lartë se një ministër, sepse arrin deri të ndryshoj kushtetutën. Pra, për ata që thonë se është pjesë e vendimarrjes se kanë shumë gabim. Çdo deputet konsiderohet përfaqësuesi i sovranit.
Dhe përveç Berishës, se ndoshta e keni merak se përmend Berishën. Unë kam fjalën me deputetin, një njeri që ka, se zoti Muçi thotë do vi do mbroj buxhetin. Do vi do mbroj 2 miliard euro ku do shkojnë, që ja jep ky buxhet. Ku do t'i çoj? Ilir. Tani e firmos për 2 miliard, Berisha për 2.000 euro firmos në muaj. Rrok në vetë. Berisha dhe 139 të tjerë, deputet të tjerë. Sali Berisha nuk ka dhënë dorëheqje, ndonë se është në hetim edhe në gjykim. Erion Velia nuk ka dhënë dorëheqje, ndonë se është në hetim. Dhe nuk ka pse i japi për shkak të standardit Belinda Balloku edhe për një arsye tjetër. Sepse është në akuzë për një vepër penale me rrezikshmëri shoqërore më të lehtë se sa ajo e Berishës. A rrezikon të prish prova duke qenë në zyrë? O zotri, pa më lër pra ta mbaroj. Po më përgjigju pyetjes lutem do. A rrezikon të prishit prova? Prokuroria speciale juridikisht dhe penalisht ka vlerësuar që Belinda Balloku nuk rrezikon të prish provat dhe deri më sot nuk ka bërë kërkesë për madh sigurim. Zotri, nuk e vendosim unë dhe politika, a më duket mua normale? Mua nuk më duket normale. Prokurorisë speciale i duket normale. Dhe është në dorën e prokurorisë të vlerësoj nëse Belinda Balloku rrezikon prishjen e provave dhe e pengon hetimin apo jo. Deri në këtë moment, Prokuroria speciale vlerësojnë që duhet hetuar e lirë, ndryshe nga të tjerët. Edhe po të shtoj dhe një gjë tjetër. Belinda Balloku është për shkelje të barazisë në tenderave. Nuk është për korrupsion pasiv. Nuk mund ta thresësh, ka drejtë. Dhe ndryshon shumë e para me të dytën. Janë dy vepra të ndryshme. Po mirë, është klasifikuar siç duhet don, sepse pyetja shkohet don. Cila është pasoja e kësaj shkeljes së barazisë në tendera? Se janë ja 50 milion, të paktën 50 milion euro. Shumë e rëndë është. Shumë e rëndë. Por me klasifikimin që dikë doon që bën aksident me makinë, shtyp një njeri u vdes dhe ti thua doon që hetohesh pse kalove me të kuqe me semafor të kuq. Kur ndërkohë pasoja është krejt tjetër. Shkelja e barazisë në tendera është një vepër e rëndë penale, po është më e lehtë se sa korrupsioni, sepse me shkelje të barazisë në tendera ke sjell dëm ndaj buxhetit shtetit, por nuk konsiderohesh që ke përfituar para. Korrupsioni pasiv është që ke marrë para për një çështje. Ky është dallimi. Mendoj që janë duke u bërë, ose nga informacionet që kemi, janë duke u bërë hetimet e duhura. Mendoj që Spaku është përballë sfidës për të kërkuar një masë sigurie, se cila është masa sigurisë nuk e di, mund të jetë dhe pengimi i lëvizjes përjashtë shtetit ose pezullimi nga detyra etj. Por pezullimin se bën dot një. Pse? Nuk lejohet pezullohet një funksionar me as deputet as në pozicionin që ka Belinda Balloku. Nuk e pezullon dot me ligj. Okej, nuk e di këtë. Jo, sigurojnë që se bën dot. Por është i detyruar që të marrë një masë sigurie, proceduralisht nuk mund ta lërë me këtë status pa një masë sigurie. Do të shohim, por unë vazhdoj të kem atë bindjen që thash që zoti Rama do ta shkarkoj. Nuk mendoj që zoti Rama do ta shkarkoj, për shkak se vetë zoti Rama është i rrethuar nga mëkatar. Ai që në momentin politikisht ka premtuar që do të bënte parajsën për mori muratorët e ferit pranë vet, dhe mendoj që zonja Balloku nuk është politikisht si ata të tjerët që zoti Rama ka lëshuar. Për shkak se ne e dim shumë mirë që prej 4 vitesh apo 3 vitesh zonja Balloku firmos në emër të kryeministit dhe të zotit Rama, kështu që edhe këto, edhe po të lidhej dhe me tunelin e Llogaras, por dhe shumë çështje tjera, edhe ato bisedat kur ajo i jepte besimin Berberit në emërimin si drejtori i ARSH-s, gjithçka është bërë në koordinim me Ramën. Kështu që nuk mendoj që zoti Rama do ta lëshojë, mendoj që zoti Rama do ta mbrojë fort, dhe fakti që po del publikisht edhe në mes Tiranës për t'i deklaruar edhe për dhënë mesazhe të qarta që kush është Belinda Balloku, shikoj edhe në betejën që kanë me një prej
në betejën e aeroportit Vlorës me zotin Pacolli dhe vetë zoti Pacolli mundohet të thotë gjysmë të vërteta, por nuk shkon dot deri tek zoti Rama. Kështu që në këtë kontekst unë besoj që zonja Balluku nuk ka bërë asgjë me Duhet një buffer zone Ramës do unë që tjetë një zonë mbrojtëse dhe ta lëj aty mos ta rrëzoj këtë. Besoj që zonja Balluku nuk ka bërë asgjë me kokën e saj. Nëse aktorët e tjerë kanë pasur dhe ambicie politike dhe kanë vepruar mbase edhe në një moment edhe për egot e tyre personale, mendoj që zonja Balluku ka bërë çdo gjë me urdhër të zotit Rama. Paktën këtë deduksion i bëj ecurisë politike të zonjës Balluku. Tere, shkelje barazisë në tendera nuk të qonë drejt një masë sigurimi personal, sepse është një vepër penale që kodi jonë penale nuk parashikon dënim më të lartë se sa 3 vite burg. E para. E dyta, më bën çudi fare që është ngritur kjo vepër penale ndaj zonjës Balluku, sepse teorikisht, jo në bazë përgjimeve, por teorikisht, ministri nuk ka lidhje me tenderimet. Madje, shtoj këtu, Po në përgjimet që dolën ajo... ta shpjegoj atë. Një sekond, një të lutem, mos mashoja. Madje, ashtu si zonja Balluku dhe pjesa më e madhe e ofiçarëve në Republikën e Shqipërisë, shto këtu dhe kryebashkiak, e delegojnë firmën tek sekretari i përgjithshëm si autoritet kontraktor. Kurse për sa i përket pjesës, domethënë për të cilën ka dalë përgjime, SPAK-u do duhet kualifikojë veprën penale për ndikim të paligjshëm dhe për korrupsion. Jo për shkelje barazisë në tendra, sa e bëre zonjë Balluku si kur është kryetare e KVO-s. Nuk është ashtu, ka që thjesht. Mund ta riklasifikoj. Unë po flas për çka ka dhënë deri Rita tani. kualifikoj. Unë po flas çfarë ka dhënë deri tani dhe me këto që na ka sill SPAK-u deri tani, për mendimin tim ka bërë një vrim në ujë deri tani, se çfarë do ndodhim te, unë nuk e di. Okej. Ky ishte emisioni për sot, rishjemi të hënën tjetër. Natën e mirë të gjithëve.